Në çfarë dimensioni jeton njeriu? Sonte do të flasim për dimensionet. E di që është një argument tepër kompleks, por unë do ta thjeshtëzoj. Nuk jam askushi, thjesht kam lexuar, jam një hulumtues dhe do të dëshiroja që ta diskutojmë së bashku, sepse duke diskutuar së bashku edhe unë mësoj. Pra, ndihmojmë njëri tjetrin. Kështu që si gjithmonë kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë, bëjeni like faqes dhe videos që të shihemi sërish. Dhe ju falenderoj që jemi për e bashkë. Atëherë, që nga vitet 500-600 mendohet që njeriu jeton në dimensione, sepse më përpara nuk mendonin për dimensionet, por çfarë janë dimensionet dhe pse mendohet që njeriu jeton në dimensione. Tregohet që njeriu jeton në dimensionin e tretë, disa thonë që jetojmë në dimensionin e katër. Që janë këto dimensionet? Atëherë, ne, që është e vërteta, jetojmë në dimensionin e tretë, jo të katër, dhe do t'ju them se përse. Bile, nëse do të themi që jetojmë në mënyrë, le të themi, lehtësore, pra pjesërisht në dimensionin e katër, edhe mundet, por dëgjojeni me kujdes. Atëherë, njeriu jeton në një hapësirë që është thellësi, gjerësi dhe lartësi, por në kohë. Pra, ky ambient që gjendemi këtu, thellësi, lartësi, gjerësi, por në kohë. Dhe ne kohën nuk e shfrytëzojmë totalisht, dhe do t'ju them se përse. Atëherë, kur lexova për dimensionet për herë të parë, sinqerisht më dhimbte koka. Mbaj mend që unë lija hapur në kompjuterin tim dhjetra dhe qindra artikuj për të lexuar. Dhe më zinte gjumi mi kompjuter dhe pastaj filloja prap ditën tjetër aty ku i kisha hapur që të gjitha. Sepse nuk mundesha, ishim 1800, nuk mbaj mend një gjë e tillë, por nga vitet 2005-2006, faqe që unë i kisha mbushur plot me linqe dhe harroja pastaj pse ishin këto linqe. Kështu që detyrohesha që çdo natë të lexoja atje ku kisha mbetur. Po ja u them tani. E përsëris edhe një herë, kështu që ishte tepër e vështirë fillimisht, kështu që unë po e thjeshtëzoj. Pra, njeriu jeton në një ambient e zëm në një dhomë. Po dhoma është universi, pra universi bota ku ne jetojmë. Por dëgjojeni me vëmendje sepse këtu futet çdo gjë, futet e prezenca ose ekzistenca e Zotit, ekzistenca e qenieve të tjera dhe një pafundësi misteresh. Pra futen në të gjitha këtë kapsul. Pra tham që njeriu jeton në një univers, thellësi, gjerësi, lartësi, por në kohë. Por ne kohën e shfrytëzojmë shumë pak sepse ne e konsumojmë kohën, nuk e përvetësojmë kohën, çdo të thotë kjo. Për shembull, ne e shohim këtë dhomën që është këtu brenda, e shohim nga brenda, pra nuk e shohim nga jashtë, sepse ne gjendemi brenda saj. Pra njeriu jeton në këtë planet dhe ti fizikisht nuk mund të dalësh dot nga ky planet, është e pamundur. Pra ti mund të dalësh nga ky planet vetëm edhe në ekskluziv me energjinë tënde. Pra në subkonsciencë, ose më mirë në astral. Ç'është ky astrali? Astrali është shkëputja e shpirtit ose energjisë ose e vetdijes ose ndërgjegjes nga trupi yt dhe ta çosh diku që të vëzhgoj. Këto nuk janë fantazi, janë gjëra të vërteta. Bile ka disa teknika që i bëjnë në vendet indiane. Ka njerëz, ka maestro të mëdhenj që shkëpusin energjinë, e kemi thënë dhe herë të tjera këtë, shkëpusin shpirtin e tyre energjinë dhe shkojnë diku tjetër. Pra, pa qenë e nevojshme që të lëviz me trup. Sepse trupi nuk mundet që të vëzhgoj, pra nuk mundet të shkoj atje. Kështu që shkëput energjinë e tij. Atëherë çfarë është vdekja? Pra, për këta njerëz, vdekja nuk ekziston, sepse këta e përsërisin jetën e tyre, pra gjithmonë në një rimishërim, në trupat e një fëmije apo ku ta diun në pafundësi. Në qoftë se ata mbajnë vetdijen, pra të mbërthyer, ata mund të jetojnë ku të duan, në çdo lloj trupi, dhe nuk do ta them kurrë, nuk diskutohet. E di që duken prralla për disa, por dëgjojeni deri në fund. Atëherë, tham që njeriu jeton në kohë dhe hapësirë. Por ne kemi një problem të madh, sepse ne në këtë moment po përshkojmë dimensionin e 4. Ç'është dimensioni 4, ai që thash më përpara? Dimensioni 4 është koha. Dhe ne kohën tani po e kemi filluar që po e përjetojmë ashtu siç duhet. Pra, ta kalosh këtë
periudhë, pra këtë moment, pra epokën e zymt të trurit njeriut. Por tani ka filluar zhvillimi, në fakt një zhvillim kolosal, qoftë industrial, por qoftë edhe psikologjik i njeriut. Dhe kjo do ta çojë njeriun, sepse sa më shumë informacione ke në ADN-n tënd edhe në trurin tënd, dhe aq më shumë rritet ndërgjegja, vetdia jote. Dhe ti sa më shumë rritet vetdia, aq më pranë pavdekshmërisë je. Por jo pavdekshmëria fizike. Thash edhe njerë, është energji. Pra, ne nuk mundemi për momentin, sepse aq është perceptimi ynë, ne jemi të programuar për të jetuar këtë botë ashtu siç është dhe bëhet vetëm në mënyrë graduale. Pra ne kemi jetuar deri tani në dimensionin e tretë dhe dal nga dal jemi futur në dimensionin e katër dhe në këtë dimension të katër ne po e përjetojmë kohën, siç ju thash dhe më përpara, pak më ndryshe nga më përpara, por sa jemi futur. Mirë po, shkenca ka zbuluar dhe një tjetër dimension, që është dimensioni i pestë. Ç'është dimensioni i pestë? Dimensioni i pestë është kohapsira. Pra, kjo kohapsirë e pafundme. Pse e pafundme? Sepse ne mundemi që me anë të logjikës ose të mendimit ose të vibrimit, ne mund të, si që thash dhe më përpara, të shkëputemi të shkojmë diku tjetër dhe mund të bëjmë këtë në përjetësi. Dhe çdo të thotë kjo, ne futemi në një tjetër dimension. Atëherë kur futemi në një tjetër dimension me vetdije, ne mund që të shikojmë trupin tonë që është aty, pra është i shtrirë në një krevat, mund të shikojmë një njeri që po ecë, mund të shikojmë tej në horizont, për shembull në Norvegji, mund të shkojmë në Amerikë, mund të shkojmë ku të duash dhe pastaj të kthehemi prapë dhe të shkojmë madje edhe në orbit dhe të kthehemi dhe qandej. E di që duken fantazi tashë, por dëgjojeni sepse kjo është e rëndësishme sot, që në qoftë se ne do t'i hapim dyert ose dritaret pikërisht kësaj dije ose evoluimit të trurit njeriut, do kemi më shumë dije dhe më shumë dije ke dhe aq më pranë së vërtetës je. Tani, pse quhet e vërtet? Po ja u them. Ndonse dikujt i duken prralla këto, të dini diçka. Truri ynë, pra qenia jonë, është e programuar. Ne, siç e kam thënë dhe herë të tjera, çdo gjë që është përreth nesh, është njësoj si trupi ynë. Pra, një hekur ka po thoj të njëjtat qeliza, dyshemeja po ashtu, rrobat, çdo gjë, tavolina, pra çdo gjë, drita, pra çdo gjë ka një element, sa ashtu siç e ka njeriu, e ka edhe një send tjetër. Por ka një problem, që tek njeriu janë, jo vetëm tek njeriu, por edhe tek sendet, sepse ti ke dhënë një formë sendeve, dhe ajo formë që ka marrë nuk mund të shpërbëhet. Por, që është e vërteta, në bazë të fizikës kuantike, të këtij dimensioni të pestë, pra, që është një hipotezë e shkencëtarëve të fizikës kuantike, ne mundet që ta kapërcejmë këtë, pra të kapërcejmë sendet, të shkojmë përtej murit, ose të udhëtojmë në pafundësi, ose të marrim atë përgjashmërinë e dikujt tjetri. Dhe në këtë prizëm, vdekja nuk ekziston më, sepse ne e shikojmë nga jashtë. Nuk e dim kuptoni apo jo, nuk jemi brenda atij dimensioni, pra dimensionit të parë, të dytë, të tretë. Por tashmë jemi në dimensionin e pestë, dhe dimensioni i pestë që ti e shikon kohapsirën përpara teje çdo gjë, ti e kontrollon. Pra, është njësoj eksaktësisht sikur ne të flasim tani me një të paditur që nuk di as të bëj dy llogari në matematik, ose të shkruaj, të lexoj, ose këto të flas për këto biseda që ne flasim këtu. Si do ta konceptoj ai këtë? Është e pamundur. Ja u thash në një mënyrë banale, por merreni me mend tani sikur të ketë një njeri shumë më të zhvilluar se ne që jemi sot, pra nesër, dhe ai të buzëqesh me ne që flasim për këto teori dhe na duken sot si konspiracion, në të vërtetë janë reale, sepse materia është 90% e përbërjes së të gjithë universit, pra të fushës magnetike, është materia që ne nuk e shohim, sepse është fushë magnetike. Dhe fala asaj fushë magnetike që ne na bën të jetojmë, dhe fala asaj fushë magnetike që ne kemi ndërgjegjen, sepse ndërgjegja, pra truri i vogël që ne kemi, është lidhje me trurin e madh. Pse janë ëndrat? Ëndrat janë e njëjta gjë.
Pra i bëjmë që të gjithë, sepse jetojmë në një botë kuantike ose në një univers kuantik. Mirë po, ne jemi të programuar për këtë botë që jetojmë. Pikërisht pra, sepse duke qenë të programuar, ne e përjetojmë këtë botë, pra këtë dimension, më falni, e përjetojmë këtë dimension në bazë të senseve që kemi që ta përjetojmë botën pastaj. Ndaj, që në qoftë se ne do të aktivizojmë një sensor tjetër, pra të trurit tonë, për të kaluar që të jemi në dimensionin e 5, atëherë dimensioni 5, ajo kohapsira që po thoshe që ne mund të përdorim si të duam, ne e kaluar e tashmi dhe ardhmja janë një, dhe ne nuk kemi pse e kontrollojmë, sepse është e ke ti, e ke në dorë, bën çdo gjë. Dhe ai konteksti kur thua kur e ke ditëlindjen apo kur do takohemi apo si apo qysh, nuk kanë më vlerë, sepse e kaluara, e tashmja dhe ardhmja janë një. Në fakt për këtë flitet kohët e fundit nëse keni dëgjuar nga teoritë New Age, që flitet për universin e përgjithshëm ose për multiversin, që multiversi është ose edhe njerëzit që thonë që mund të kemi 7 sozi ose pra të gjitha këto teori, sepse të gjitha këto gjenden në të njëjtin nivel, që do të thotë nuk janë në një nivel, janë në nivele të ndryshme, por për ta kuptuar, pra janë në një botë, në një univers ose në një grusht, për shembull sikur ta themi, prandaj thash janë në një nivel, sikur të kemi një sirtar dhe brenda këtij sirtarit të kemi vënë të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen dhe janë të gjitha aty, vetëm vlojnë. Por pse ne na duket sikur nuk e përjetojmë, sikur e përjetojmë në këtë formë, pra që e kaluara është e kaluara, e tashme është e tashme dhe ardhmja nuk e dim. Pse e përjetojmë kështu? Kjo quhet nastro e Bornit, Born duket kështu e ka. Ai shkencëtari gjerman, nastro e Bornit, mos gaboj. Dhe kjo nastro është një nastro që ai bëri ky shkencëtari gjerman që është i viteve 1700-1800, bëri sepse ajo ishte teorieti, mori këtë nastron dhe në vend që ta kapte nastron kështu, pra nastro e holl, mori nastron dhe në vend që ta kapte nastron në këtë formë, ta kapte kokë më kokë, e ktheu dhe e bëri që të kapet nastro në këtë formë. Pra të kapet ndryshe. Dhe çfarë bën? Ti nëse ecën këtu, ecën dhe vazhdon në pafundësi, por i sheh, pra kalimi yt sheh që të gjitha faqet nga brenda dhe faqet nga jashtë, sepse nastroja është e kthyer. Nuk e dim kuptoni, nuk është kështu që ti të kalosh ose nga brenda, por është e kthyer. Pra ti shikon faqet poshtë dhe lart, sepse bën një ecje të pafund, ecje për të kuptuar që kjo është lëvizja e jetës sonë, qoftë e gjithë njerëzimit, por edhe ajo personale. Dhe kjo nastro e këtij Bornit, mos gaboj, kështu quhet, është le të themi ka marrë përpjesimet të vëdha kohët e fundit, sepse që të gjithë mendojnë që e kaluara, e tashme dhe ardhmja janë një, vetëm që janë senset tona të programuara që jetojmë botën në 3 dimensiona, ashtu siç e njohim sot. Ç'është e vërteta, ne senset tona janë 2 dimensionale, nuk janë 3 dimensionale, pra ne duhet të shohim dhe duhet ta perceptojmë botën me 2 dimensione dhe askush nuk e kupton se si është e mundur që u futën gjenet në trurin ton, 750.000 vite më parë, dhe nga ai moment ne filluam që të perceptojmë në 3D. Pra këtë askush nuk e kupton, sepse ai ishte fillimi dhe ne tani po kemi kohë që kemi përfunduar periudhën e dimensionin e 3-dimensionalen të jetuarit dhe jemi futur në dimensionin e 4, që sipas gjasave do arrim në dimensionin e 5 më njëherë, tregohet paktën pas viteve 2100. Dhe shkenca këtë nuk e përmend shpesh,
për të vetëm arsye, te shikoni vetëm në programet amerikane, këto që po ju them tani, por nuk e përmend shpesh, sepse janë teori vërtet komplekse, por ka dhe diçka tjetër. Tani, duke qenë fillimi, pra fillimi i këtyre diskutimeve, është njësoj si një motor i ri, që ti kur fillon të ndezësh bën po nuk dizet. Dhe kjo mund të ndodh shumë njerëzve, le temi gliqe të tilla ose probleme, sepse është ndezja ose startimi i dimensionit 4. Dhe ndoshta edhe për këtë arsye mundohen që t'jenë sa më të qetë në informacione. Megjithatë, mes nesh padyshim ka edhe të tjerë që lexojnë këto argumenta dhe do të dëshiroj një komentim tuaj. Por edhe ju vetë, ju çfarë mendimi keni për këtë? Pra, ne në çfarë bote jetojmë, në çfarë universi jetojmë? Jetojmë në dimensionin e 3, në të 4-tin, apo në dimension tjetër? Ose si mendoni për dimensionin dhe çfarë do të ketë, si do të zhvilloj truri njeriu dhe perceptimi ose vetdia kur njeriu të arrijë në dimensionin e 5. Pres komentet tuaja. Hajde, natën, mundohuni pak.